Sa është e menaxhueshme, sa është vështirë e menaxhueshme gjithë kjo, sidomos kur bëhet fjalë për vërshime të tilla që sa herë do që kemi të tilla vërshime, ne kemi mungesë të ujit të pishëm në këtë rast. Nuk po them po kjo një çështje natyrës, siç ka qenë çështja e manganit, pra vjen nga natyra, kemi pas edhe vërshime në vendin tonë, kemi parë vërshime në shumë komuna. Diçka që vjen nga natyra, nuk kemi se çfarë të bëjmë, e rëndësishme është që të mund ta menaxhojmë me aq kapacitete humane dhe teknike që i kemi. Deri më tash situata është e menaxhueshme, cilësia e ujit është mjaft e mirë, pra është bazuar në standardet ndërkombëtare, pra cilësia e ujit është i pishëm dhe për konsum njerëzor, ndërkaq për zonat cilët kanë mungesë ujit, pra është për shkak të kanalit të Ibër Lepensit, që uji ka qenë mjaft i turbull, kështu që është diçka që ka ardhur nga natyra. Unë pash disa komente, Arjeta, disa qytetarë që thonin se na lironi ujin vetëm për aspektin higienik. Çfarë do të thuanit këtyre? Jo, ne jemi një kompani që furnizojmë qytetarët me ujë të pishëm, sepse ujin që ne e marrim nuk është për ujitje, ujin që ne e marrim përmes të gypave primar dhe sekondar dhe që përcillet deri në impjantin e trajtimit të ujit, ai duhet të kalojë nëpër filtrat e impjanteve. Kështu që është e pamundur të kalojë nëpër filtra, sepse ne mund ta lirojmë edhe një ujë të tillë, por është e pamundur sepse nuk jemi kompani e ujitjes, por jemi kompani e furnizimit me ujë të pishëm.